Europa po vazhdon pa u ndalur fushatën kundër kompanive të mëdha të teknologjisë, duke vendosur gjoba ndaj Google dhe platformës X të Elon Musk. Gjithashtu BE ka nisur hetime të reja ndaj Metas, duke theksuar të drejtën e saj sovrane për të zbatuar ligjet europiane, pavarësisht kundërshtimeve të presidentit amerikan Donald Trump. 3 muaj pasi vendosi një gjobë të papritur prej 2.95 miliardë euro ndaj Google, Komisioni Evropian caktoi një gjobë prej 120 milionë eurosh ndaj platformës X për shkelje të rregullave të Bashkimit Evropian në lidhje me përmbajtjen online. Qeveria amerikane është kundërpërgjigjur duke lidhur uljen e tarifave amerikane për importet e çelikut me dobësimin e rregullave europiane të teknologjisë, si dhe duke urdhëruar diplomatët të nisin një fushat lobimi kundër këtyre ligjeve. Në qendër të debatit janë ligji i tregjeve digjitale që synojnë të kufizojnë pushtetin e gjigantëve të teknologjisë si Amazon, Apple, Google, Metas, Microsoft, Booking.com dhe ByteDance, si dhe ligji i shërbimeve digjitale që detyron platforma të mëdha të ndërmarrin më shumë masa kundër përmbajtjeve të palishme dhe të dëmshme. Një zyrtar i lartë e BE-s ka hedhur poshtë kritikat amerikane. Është detyra jon të kujtojmë të tjerëve se meritojmë respekt. Unë nuk ndërhyj në mënyrën se si ata rregullojnë standarde shëndetësore në tregun amerikan, por jam përgjegjëse për mbrojtjen dhe funksionimin e drejtë të tregjeve digjitale të Europës, tha ajo. Muajin e kaluar Google propozoi ndryshime për ta bërë më të lehtë publikuesve dhe reklamuesve përdorimin e teknologjisë së reklamimit online, duke sfiduar kërkesën e rregullatorëve të BE-s që kompania të shes një pjesë të biznesit për të shmangur konfliktet e interesit. Një vendim i BE-s për këtë propozim pritet të merret në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërkohë, rregulatorët filluan një hetim të ri ndaj Metas dhe mund të urdhërojnë kompaninë të pezullojë nxjerrjen në treg të funksioneve të reja të inteligjencës artificiale në WhatsApp, të cilat sipas BE-s mund të dëmtojnë konkurrencën.